Kjo javë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 ka qenë një ndër më të zhurmshme deri tani. E mbushur me tension, debate, hyrje të reja dhe largimet që kanë tronditur ekuilibrin e lojës. Gjithçka nisi me një atmosferë të rënduar mes banorëve. Aleancat filluan të lëkunden, miqësitë u vunë në pikpyetje dhe shumë prej banorëve nisën të shfaqin fytyrën e tyre të vërtetë. Çdo bisedë u kthye në strategji dhe çdo fjalë u analizua si lojë. Ja debatet që ndezën shtëpinë. Gjatë javës shpërthyen disa përplasje të forta. Akuza për hipokrizi, lojë të dyfish dhe viktimizim dominuan debatet. Banorët u ndanë në grupe, duke përplasur hapur për situata që ishin mbajtur brenda për ditë të tëra. Tone të larta, ironi dhe replika të forta pushtuan shtëpinë, ndërsa publiku në Instagram i komentoi masivisht këto momente. Një nga temat më të diskutuara ishte fakti se kush po luan me ndjenja dhe kush po përdor lojën për famë. Kjo solli përballje direkte mes banorëve, ku shumë sekrete dhe pakënaqësi dolën hapur. Kulmi emocional I javës ishte eliminimi I Sabina Metës. Largimi I saj u shoqërua me emocione të forta, lot dhe përqafime. Disa banorë u shfaqën të tronditur, ndërsa të tjerë e panë këtë si një lëvizje strategjike të lojës. Reagimet në rrjet ishin të shumta, me ndjekës që u ndanë mes mbështetjes dhe kritikave. Por pa u qetësua ende shtëpia, produksioni holli bombën e rrallës, hyrjen e banorëve të rinj. Kjo ndryshoi komplet dinamikën. Të rinjt sollën energji, kurreshje dhe frikë tek banorët e vjetër. Disa I panë si kërcënim direkt, të tjerë si aleat të mundshëm. Hyrja atyre u komentua gjerësisht në Instagram, ku publiku u fokusua tek personalitetet, qëndrimet dhe mënyra si po përpiqen të pozicionohen në lojë që në ditët e para. Por java nuk kaloi pa keqkuptime, një bisedë e dëgjuar gabim, një fjali e nxjerrë nga konteksti dhe disa dyshime të tjera që quan lojën në përplasje. Banorët u akuzuan për thashetheme dhe manipulim, ndërsa tensioni u rrit nga dita në ditë. Në rrjetet sociale u bën virale disa momente kyçe, reagime të papritura, shikime ironike dhe përballje të forta, gjithashtu dhe deklarata që ndezën publikun. Instagrami u mbush me komente, sondazhe dhe video që analizojnë çdo detaj të lojës. Në fund të kësaj jave, shtëpia Big Brother VIP Albania 5 është më e ndarë se kurrë. Besimi mes banorëve është I brisht, aleancat janë të paqarta dhe çdo ditë mund të sjellë një surprizë të re. Një gjë është e sigurt, loja sapo ka filluar seriozisht dhe java që vjen pritet të jetë edhe më shpërthyese.